Përveç kësaj, mosnjohja e Allahut është shkak për të gjitha turpet dhe mëkatet. Nuk ka mundësi që njeriu të bëjë gjuna dhe ta kundërshtojë urdhrin e Allahut, përveç nëse është ignorant dhe nuk e njeh Zotin e tij. Njashtu, çdo herë kur robi largohet nga mëkati, e bën këtë për shkak se e njeh madhështinë e Allahut. Pra ignoranca është shoqja e mëkateve, kurse dituria dhe njohja është shoqja e veprave të mira dhe bindjes ndaj Allahut. Dikush prej selefëve ka thënë, mos e shiko vogëlsinë e mëkatit, por shikoje madhështinë e atij të cilit i bën mëkat. Një tjetër ka thënë, njerëzit i bëjnë mëkat Allahut vetëm për shkak të ignorancës. Omeri radhiyallahu anhu ka dëgjuar një njeri duke lexuar ajetin Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri, ç'të mashtroi ty kundër Zotit tënd bujar? Dhe ka thënë, e mashtroi ignoranca dhe mosnjohja e Allahut. Allahu na dhuroft frikë ndaj tij në fshehtësi dhe në publik.